gjithçka gati me gjyqtarin Gryka i cili i jep startin takimit. Faza e parë ka mbaruar, por është gjysma e kampionatit, është java e 13 saktësisht nga 26 javë të mundë. Shikoj me mundësia, Argito Lesha goditet dhe shkon në rrjet, zhbllokohet sfida shumë shpejt, shënon Partizani teksa po bëni rezumen, është vetëm minuta e dytë. Argito Lesha pas një asistimi mjaft të bukur, vjen dhe goli shumë shpejt i Partizanit të 8 vjeçarëve, 1-0. Janë vendin parë, Hyka, topi drejt tij. Arrin Hyka në detaj, godet dhe jashtë, ose më saktë ndërhyn portieri i skuadrës së Ignatis Karati, i cili shmang një gol të sigurt. Vjen mbështetja e Vjarit, topi drejt Hoxhës. Ideja është mjaft e mirë. Le të shikojmë çfarë sjell ky aksion tek Risel Hoxha, goditje më hershme. Shikoni, shkon në ngjitur me trekënçën e krahut të marrë të portierit të Karatit. I rivalëve ndjekëse të Partizanit Tiranës, edhe pse Partizani kishte mundësinë më të mirë e javën që shkoi ndaj Elbasanit, megjithatë nuk arriti. Risel Hoxha, këmbgulje e tij, topi drejt Hykës, një goditje me kokë. Nuk arrin dot Hyka, ndërhyn aty Karati. E ka në kontroll Hoxha, nis Hykën, gjithmonë Hyka drejtohet portës, goditja dhe shkon në rrjet, 2-0. Sërish Partizani, teksa po mbyllet e minuta e 12, Risel Hoxha, asistimi në detaj dhe finalizimi me gjak ftohtësi i Ergit Hykës që dërgon topin në rrjet lehtësisht për të dytën herë brenda pak minutash. Partizani pra. Zekaj, kërkon hapësirën goditse. E tillë është goditja më hershme dhe topi shkon në rrjet. 3-0. Shënon Rej Zekaj. Vërtet një gol mjaft i bukur. Një perlë, një goditje me të djatën potente që kanë poshtë portierin Karati për pak minuta. Pas brenda linjave në qendër kërkon dhe arrin me sukses për Hoxhën. Hyka i niset zonës, gjithmonë Ergit Hyka provon portën, goditja dhe shkon në rrjet. Ergit Hyka 4-0. Niset mjaft mirë Partizani. Gjithmonë Zekaj prit një krosim i cili shkon drejt Leshaj. Hoxha e më jashtë me goditje, por Karati tashmë që e ka personale me sa duket me Hoxhën. Një top i shpejt i mëshëm për Vjarin që ka hapësira, i drejtohet zonës, se vjen në mbështetje Sallaku. Vjari kërkon hapësirën goditse, e tillë është topi që prek shtyllën. Hoxha. Gjithmonë Hoxha, me të djatën befason, por edhe një herë ndërhyn Karati tashmë. Edhe një herë Partizani. Hoxha, gjithmonë Hoxha. Për Zekajn, mundësia për Hykën. Le të shikojmë. Hoxha me pasimin dhe goditjen e pabesueshme tashmë. Hoxha, topi mjaft i bukur për Zekaj, shikoni sa hapësira ka Partizani, e gjithmonë Zekaj. Eston tashmë vjen goditja që bllokohet për Hykën që godet të parën, i vjen asis kjo goditje e kthyer për Ergit Hykën që me këtë kthes shënon dhe golin e 5 për Partizan dhe tripleta e Ergit Hykës. Se Zekaj tashmë Hoxha, Sallaku e provon me këtë potent, kjo goditje shkon në rrjet 6-0. Shikon një vendosje të mirë të Karatit dhe dërgon me forcë Flavio Sallaku. Vërtet një gol mjaft i bukur. Vjari duke rekuperuar gjithçka, duke nisur dhe Partizanin me Hoxhën Parabla që shkon e pabesueshme për paksa nuk përfundon në rrjet, krijon hapësirën. E tashmë godet, por e lehet dhe këtë herë. Megjithatë përfiton dhe arrin të shënoj. Argito Leshaj 7-0. 7-0, por ka shumë lojë përpara me Partizanin që po argëtohet. Luhet vendi i dytë me vendin e tretë. Por shkojmë të mundësi Zekaj, provon zonën, e ka arritur hapësirën, pasimi drejt Hoxhës, kërkon hapësirën Hoxha, goditja e tij që shkon në tramvers.